të vjella, temperaturë e barkëqitje. Me këto simptoma po paraqiten qytetarët në qendrat e mjekësisë familjare të kryeqytetit. Ato tregojnë për gripin sezonal që mund të zgjas nga 7 deri në 10 ditë. Por, ndryshe nga vite tjera, mjekët pohojnë se kësaj radhe nuk ka fluks të madh pacientësh. Më duket që si vjet ka pasur pak më shumë, ndoshta ka pasur më shumë lohatje të temperaturës. Në shumicën e rasteve kanë qenë gjendje të zakonshme. Shumë rrallë do të kërkohet që të jepet infuzion. Rastet me viroza që janë trajtuar deri më tani, sipas Ismailit, janë të disa kategorive të caktuara, kryesisht të ndjeshme. Janë foshnjat e vogla, fëmijët e vegjël, janë gratë shtatzëna, janë të moshuarit, jo patjetër të moshuar, mirë po ata të cilët kanë edhe sëmundje tjera bashkëshoqëruese. E për ta kaluar sa më lehtë këtë gjendje, mantelbardhët rekomandojnë qëndrim në shtëpi, konsumim i mjaftueshëm i lëngjeve pa sheqer dhe i barnave kur temperatura kalon mbi 38 gradë. Një mazë mbrojtëse kundër gripit është edhe vaksina sezonale, por me to, institucionet shëndetësore pritet të furnizohen në tetor kur edhe nis shpërndarja e tyre.